Shkodra sot ka një kryebashkiak të dalë me vota të vjedhura dhe të blera. Ky kryebashkiak është tashmë zyrtarisht i pandehur nga SPAK për korrupsion aktiv. Benet Beci nuk duhet të qëndrojë më as edhe një ditë në krye të Bashkisë Shkodër, por të ikë me turp së bashku me berberin e rrugëve si ortak të Belinda Ballukut, tashmë të gjithë të pandehur nga SPAK. Por Beneti i SPAK-ut sillet si sundimtar mbi ligjin, i mbrojtur nga heshtja, propaganda dhe pushteti kriminal që ka patur dhe ka. 700 milion lek të zhdukura nga taksat e qytetarëve, kur Beneti i SPAK-ut mbante pozicionin e administratorit të kesh. Asnjë shpjegim, asnjë përgjegjësi, vetëm arrogancë dhe mashtrim nga ekipi kriminal i Ballukut. Kjo nuk është as pak një akuzë politike, por është një krim i kryer nga një grup kriminal, pjesë të cilit është provuar tashmë të jetë edhe Benet Beci, një grup që ka vjedhur taksat e shqiptarëve. Ajo që sot dihet është vetëm maja e icebergut të një skeme të ndërtuar prej vitesh, një skem vjedhjeje që vetëm këta din të bëjnë, pastrim parash dhe grabitje të pasurisë publike që s'kan të ndalur. Me paga zyrtari, Beneti i SPAK-ut pretendon pasuri që as oligarkët nuk i justifikojnë dot, duke shënuar një precedent për herë të parë në Shqipëri, një kryebashkiaku ju besua edhe posti i drejtuesit politik të qarkut, dhe e gjitha kjo u bë vetëm që Beneti i SPAK-ut të kishte mbrojtje politike nën petkun e drejtuesit politik. 2 apartamente luksoze me vlerë 370.000 euro, të blera me të ardhura personale, vlerësuar me këtë vlerë, në fakt një çudi e madhe dhe qesharake. Një gënjeshtër tërfyese për çdo qytetar shqiptar. 192 metër katror garazhe në Tiranë, të deklaruara me vlerë 7.000 euro. Si mundet deri këtu të heshtin institucionet e shtetit nga ky vlerësim qesharak dhe tallës me shqiptarët? Pasuria e zotit Beci vijon mëtej, me apartament luksoz në Gjirin e Lalzit, blerë për 47 milion lek. Po kush e beson deri këtu? Kush po gënjen këtu shtetin? Kjo është përtej çdo verbrimi. Nuk mbaron me kaq. Prona në Prush, në Voskopoj, prona të mbledhura si plaçk pushteti. Por qytetarët duhet të dinë se Benet Beci përfiton edhe banesë si i pastre nga shteti. Këto janë vetëm ato që ka deklaruar zoti Beci. Dhe lind pyetja, pse kjo heshtje? Kjo nuk është thjesht padrejtësi, por mashtrim dhe falsifikim. Sot, si kryetari i Bashkisë Shkodër, i zgjedhur me vota të blera dhe me mbështetje bandash, Benet Beci po realizon fazën më të rrezikshme të krimit: betonizimin, kapjen e territorit dhe shkatrimin e qytetit të Shkodrës. Plane urbanistike që ndryshohen për klientët dhe pazaret e Benetit. Zonën historike të Shkodrës po përpiqet ta masakrojë. Ky nuk është zhvillim, ky është pastrim parash me beton. Partia Demokratike e Shkodrës i bën thirrje publike drejtuesit të ri të SPAK, zotit Klodian Braho, të nis hetimin për mashtrim dhe fshehje pasurie, jo si deri tani me heshtje. Hetimi deri në themel për Benet Becin është një domosdoshmëri. Partia Demokratike Dega Shkodër me ekspertët e saj po bën gati një tjetër kallëzim penal ndaj shtetasit Benet Beci për fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe pastrim parash.